Tribuna Channel të martën ka raportuar që karamelët e butë që në treg njihen si Haribo përmbajnë yndyrë deri, të cilën gjë ka konfirmuar edhe udhëheci i organizatës konsumatori Selatin Kaçaniku. Ai ka thënë se vetmja mënyrë e trajtimit të kësaj çështjeje ka mbetur të bëhet në nivelin mediatik, pasi sipas tij, institucionet dhe asociacionet që duhet të veprojnë në interes të publikut nuk u shërbejnë si duhet konsumatorëve. Selatini konsideron se për Haribot me xhelatin deri është dashur të dalë me një qëndrim edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Mendoj që në këtë rast ka qëndosht dhe Bashkësia Islame ta thotë fjalën e vet, dhe me këtë mos të alarmohet askush se marrja me këtë temë nuk është luftë, nuk është betejë, nuk është averzion ndaj vëllezërve tonë të besimit të krishterë, po përkundrazi ne presim që ata të na mbrojnë me këtë rast, ata të angazhohen me ne që produktet e tilla të jenë të shënuara, se ne nuk i ndalojmë, e kanë të lirë, e kanë me të drejta të t'i përdorin të gjithë, por duam që neve të na tregojnë se ajo përmban sepse dikush besimin e ka numër 1 dhe ne duhet t'ja respektojmë besimin. E nga Bashkësia Islame thonë se ata mund ta thojnë fjalën e tyre vetëm nëse u kërkohet. Shpeshherë puna e certifikimit halal keq kuptohet për njerëzve. Edhe shpeshherë mendojnë që për çdo produkt që hyn në Kosovë, dikush prej institucionit halal apo prej Bashkisë Islame apo institucione të caktuara duhet me dhënë fjalën ose me tregu që ky produkt është i lejuar apo nuk është i lejuar apo me dhënë mendimin. Kto merren vetëm nëse bëhet kërkesë prej prodhuesve apo prej distributorëve të caktuar për produktet në fjalë që ata i distribuojnë në vendin tonë, atëherë ne mirëmi me këtë problem. Por pavarësisht kësaj, e pranojnë që për Haribon është përmendur që përmban xhelatin deri. Për produktin fjalë është e vërtetë se ai si produkt përmban xhelatin, edhe xhelatina përderisa nuk është e specifikuar për çfarë lloj xhelatine, atëherë është e dyshim, apo nëse nuk është e specifikuar ashtu si përmenda se për çfarë origjine është ajo xhelatina ajo yndyrë, ajo lind me njerëz si dyshim. Po ka shumicën e rasteve për këto produkte është veç e përmendet që është xhelatin deri. E ka prej konsumatorëve të cilët nuk kanë qenë në dijeni që karamelët e butë përmbajnë xhelatin deri. Thonë se nuk duhet të shitet në treg një produkt të cilit nuk i dihet komplet përmbajtja. Nuk do të më shitet treg derisa se ka përmbajtjen, dikush nuk e konsumon yndyrën e derit dhe nuk ka mirë me mu mashtru ose kjo thjesht i bie mashtrim. Mirë, po në çdo produkt duhet më shënu. Jo për shkak të fesë, normalisht për fetar, po mirë, po për shumë arsye tjera, se dikush është alergjik. Se kanë do shifra, të cilat konsumatorët tonë nuk i dinë. Në rregullorën numër 09/2013 për etiketimin, prezantimin dhe reklamimin e produkteve ushqimore në nenin 4, thuhet se mënyra e etiketimit të produktit ushqimor duhet të jetë e tillë që të mos e mashtrojë konsumatorin e fundit dhe subjektin që merret me ushqimin, sipas neni 2 nën paragrafin 1.2 të kësaj rregullore.